Kushtet e përkeqësuara atmosferike që kanë përfshirë vendin që prej të hënës kanë shkaktuar problematika të shumta në disa prej qarqeve kryesore. Pamjet që shihni në ekran vijnë nga navarica e Bashkisë së Finiqit, ku poroi i fshatit doli nga shtrati duke përmbytur biznese dhe banesa. Moti i keq shkatroi të gjitha rrugët e fshatit, ndërsa sipas kryeplakut poroi ka sjellë edhe shumë prurje nga mali. Situatë dramatike paraqitet edhe në Delvin. Ujërat e shiut kanë vërshuar drejt banesave ndërsa dëmet janë të shumta. Probleme raportohet të ketë hidrovori në Butrind për shkak të rufeve që kanë goditur izolatorët. Nën monitorimin e vazhdueshëm të autoriteteve është Novosela për shkak të shtimit të prurjeve të lumit Vjos. Atëherë aktualisht niveli i Vjosës është në nivelin 5 metra, është një nivel i cili nuk krijon probleme në këto momente. Megjithatë, ne jemi duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me prefekturën e Gjirokastrës, me nivelet e lumit në Memalia, njëkohësisht edhe në Këlcyr dhe në Vimtsi, me gjitha ato pika të cilat na informojnë nëse do të kenë apo jo probleme, që dhe ne këtu në Novosel të marrim masat tona paraprake. Për shkak të rrezikut të prurjeve të lumit, në Fier rrezikojnë përmbytje në disa fshatra. Ne kemi filluar njoftimin e banorëve që në orët e para të mëngjesit nëpërmjet kryepleqve, nëpërmjet administratorëve të njësive. Po padyshim nisur nga praktika e viteve të shkuara, fshatrat këtu ku jemi afërsisht, pra qoftë nga krau i Vlorës, qoftë nga krau i Fierit, fshati Ferrat, fshati Novosel, dhe pastaj sigurisht ndofta për shkak ose duke u nisur nga niveli i prurjeve që për momentin nuk e përcaktojnë dot, ndofta edhe diçka pjesa e poshtme, le të themi në fushat e Darzezës. Një familje me 7 antar në Zejmen të Lezhës u evakua pasi përmbytjet e një dite më parë i shkaktuan dëme të konsiderueshme banesës ku ata jetonin. Kemi qenë te shtëpia të gjithë, kur për punë momentash ka ardhur ujit, edhe është kur doli djali i vogël, ideale tani i viti, vetëm kur u lag ka dur. Bona me hap derën, një tardh ujti edhe një timrena deri në dritare. Për shkak të rrezikut, Bashkia e Lezhës shtrehoi familjen drejt konviktit të shkollës profesionale Kolin Gjoka. Mbas përmbytjeve që ndodhen në qytetin e Lezhës, në qarkun e Lezhës, ato kanë ardhur i ka sjell policia bashkiake dhe ne jemi munduar me gjithë stafin ton 24 orë për të ndihmuar, për të qëndruar pranë. Në Kurbin situata po shkon drejt normalizimit sa i takon nivelit të ujit të lumit të Drojës, megjithatë problemet për banorët janë të shumta. Shumë probleme, 70 cm ujë, edhe ka plas Droja, edhe na ka ardhur ujë mbrapsht. Mjetet e Bashkisë së Kurbinit përforcuan pjesën e argjinaturës së dëmtuar që shkaktoi dhe përmbytjen.